kushtet e krijimit të BEF të vakancës në Bashkinë e Vlorës për shkak të dorëheqjes të kryetarit të bashkisë, menduam që të kishim një kandidat për këtë pjesë të mbetur të mandatit që do ishte edhe me eksperiencë manageriale për të mbuluar gjithë atë vakum të krijuar nga dorëheqja e kryetarit të bashkisë, po dhe një figurë politike me një eksperiencë në politik po aq të gjatë. Dhe besoj se kandidatet që sapo miratuam në kryesi plotson këto kushte dhe ajo është Brunilda Bersimi, deputeti aktuale e Partisë Socialiste të Qarkut të Vlorës dhe një nga ish-drejtuesit më të suksesshme në Bashkinë e Vlorës në gjithë këto vite ku Partia Socialiste e Qeverisë në Vlorë në gjithë Shqipërinë. Faleminderit.